Shikues të televizionit publik shqiptar, ju përshëndes të gjitha. Jemi sot në një bisedë në studio. Siç e dëgjoni ndoshta edhe nga tingujt e kitarës, do të flasim për 8 tingujve. Do të flasim për jetën e 2 serenatistëve, 2 qytetar model në qytetin e Korçës, të cilët jetën ja kanë kushtuar muzikës. I sheh kudo me kitarë në dorë. Ju e dini që në çdo lokal, në çdo bujti, në çdo rrugicë të qytetit të Korçës, dëgjohet serenat korçare dhe ne ndodhemi pikërisht në një nga ato ambientet ku luhet muzikë korçare. Muzika e cila ndes zjarrin e dashurisë në shpirt dhe ku më mirë se sa 2 serenatistë si zoti Leonida Tërpini dhe Agim Oxhalli mund t'i këndojnë në bukur dashurisë. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë bisedë. Faleminderit për tingujt e bukur të kitarës që shoqëruat hyrjen time. Përshëndetje. Kam kënaqësinë të kem të dyve sot, sepse ndoshta janë mësuar pjesa më e madhe e njerëzve të shohin bashkë në performancat tuaja muzikore. Ne do të nisim së bashku një bisedë për te muzikës. Do të flasim për jetën, karrierën tuaj dhe magjinë që të fal kitara. Atëherë, doja ta nisja, kush të dole të flasi pari nga ju? Zoti Leonida, jeta juaj nga fëmijëria deri tek kapja për herë të parë me dorë e një vegle muzikore siç është kitara. Unë kam lindur në qytetin e Korçës dhe jam rritur në këtë qytet me tradita, do të thonë, kulturore dhe muzikore, me këngë karakteristike dhe pa diskutim serenadat, do të thonë, të famshme korçare. Shkollën e mesme, shkollën fillore e kam bërë në Misiontoria e parë Shqipe, ku atje një profesori, do të thënë, në Gurin Apoloni, ka spikati, zbuloi, do të thënë, talentin tim të muzikor. Kitarën e kam patur pasion dhe në klasë të 6 i luta prindërve më blenë një kitarë, do të thënë, siç ishte atëherë koha, dhe fillova, do të thënë, avash, do të thënë, në mënyrë autodidakte për ta mësuar këtë kitarë. Fëminia ime ka qenë një fëmini ka shumë e lumtur, e ndarë midis pasionit për kitarën dhe lodrave të ndryshme që realizoshin atëherë. Lodra tonë si qenë të kohës, tani me që është dimër, atëherë losmi, do të thënë, me ski, barka si dhe ne që i bëjmë vete, me ski kembe, e kurushka, me reth, me cingla dhe lojra të tjera. Ndoshta këto lodra nuk ekzistojnë më. Dhe ndoshta për brezin e ri, mbase edhe për mua janë shumë të largëta dhe ndoshta deri diku të habisme, që shiko se kanë luajtur me këto lodra. Edhe me top diskutohet, ne edhe losim me Porta Hungarisë kanë ndajshin, do të thënë, dhe losim me top me basketbol, më tepër dhe në futboll, me shokë të shoqëri. Zoti Agim? Po. E njëjta pyetje vlen edhe për ju. Edhe fëmëria ime ka qenë, ashtu si sta dhe kolegu im, e lumtur në ato përmasat që ishin të asaj kohe. Gjatë shkollës 8 vjeçare unë jam angazhuar dhe me këngë popullore. Çuditërisht këndonja i vogël me këto këngë popullore dhe kam dalë në skenë qysh atere. Më pas, në shkolla e mesme, vazhdova përsëri, kam qenë me një profesor letërsie, Kiqë Sholla, i cili organizonte aktivitete artistike në shkollë. Një nga këto ishte dhe kori i asaj shkolle që u kryua. Dhe unë isha dhe pjesëtar i këtij formacioni. Dhe ajo çka është më e bukur që të theksoj është sepse ky profesor nuk e di çfarë pa tek mua, më vuri të dirigjonja korin, që unë në atë kohë nuk e kisha iden kush ishte dirigjimi. Po gjithsesi ma caktovi mua këtë detyrë dhe unë e mora përsipër, pavarësisht realizimit, diçka e bukur doli dhe ajo, patjetër. Ndoshta spikati tek ju një talent të fshehur, e cila me vite më pas u kthye në profesionin tuaj? Po,
zërin tek mua dhe ndoshta edhe atë, si të thuash, zhdërvjellësinë time në këtë aspekt dhe kjo bëri që të më caktonte në këtë. Më pas, mbas shkollës së mesme, unë jam kushtuar një pasioni tjetër që unë kisha për aktrimin. Dhe ju nështrova konkurseve që zhvilloheshin në Korçë në atë periudhë dhe më pas kjo përzgjidheshe nga Korça dhe ata që përzgjidheshin shkonin në Tiranë. Konkurova 2 vite me radhë. Më pas nuk, si që ishte në atë kohë përzgjedhja, është një, si të thuash, një bisedë kjo që nuk ja vlen të themi, sepse... Në shkëllojmë ndoshta problemet e atyre viteve për një pjesë të qytetarëve. Pikërisht ishin qik të diferencuara gjërat, s'ka rëndësi kjo. Më pasaj konkurova për regjizur. Aty fitova dhe bëra një shkollë në Tiranë, 2 vjeçare, e quajtur kurs regjizure. Kjo që ishin të përshtatura për shtëpitë e kulturave, që ishin në atë kohë. Dhe unë ushtrova aktivitetin artistik në disa shtëpi kulture, në Nëri Gjemaliq, në Korça, ku dhe kemi vend disa shfaqje teatrale bashkë me të madhin Koço Qendra. Ndërkohë që ne po i shohim, ndërkohë që dëgjuesit po dëgjojnë bisedën tonë, në ekran po shfaqen edhe fotot tuaja, të cilat jeni me grupet artistike, shohim dhe zotin Koço Qendra, shumë të ri, në moshë, ashtu si dhe ju. Krahas kësaj, unë kisha dhe pasionin e të kënduarit. Dhe ju futa dhe një vegle muzikore kitarës, e mësova ashtu si sta dhe kolegu tim në mënyrë autodidakte. Dhe kjo bëri që unë të isha pjesëmarrës i 2 festivaleve të serenatës në Korçë që u zhvilluan rreth viteve 2000 dhe 2001. Do të flasim pak më vonë për pjesën e serenatës, sepse ju thash karriera juaj, për të gjithë ju që nuk i njihni, karriera është vërtet shumë e pasur, por nuk janë të përqendruar vetëm tek kitara, kanë dhe profesione të tjera, ashtu si zoti Leonida. Zoti Leonida, familja Tërpini është një familje shumë e njohur në Korçë, një familje vjetër korçare, me tradita dhe mjafton të përmendet emri dhe mendja shkon direkt tek gastronomia. Çfarë lidhje ka familja Tërpini dhe më pas Leonida, guzhinjer dhe kitarist? Shiko, edhe guzhina, gastronomia dhe muzika janë të 2 arte, të cilat përcjellin në njerëzit një kënaqësi dhe ndjenja vlera të veçanta. Për punën e gastronomisë, ne kemi traditë familjare, 4 brez, unë brezi 4, që nga stërgjyshi, gjyshi, babaj dhe unë. Dhe kemi rojtur jo vetëm këtë profesion, po dhe emrat karakteristike. Stërgjyshi e kishte emrin Vasil, dhe ata e mori babaj tim. Gjyshi e kishte emrin Leonida, e mora unë. Gjithashtu djalit ja kanë vënë emrin Vasil, emrin e stërgjyshit. E stërgjyshit, traditë familjare. Ndoshta në Korçë është kjo traditë për të vendosur emrat e familjarëve, të gjyshëve dhe të stërgjyshëve. Është shumë e bukur, ndoshta nuk e di, djali juaj ka marrë diçka nga gjyshi, nga ju? Po për vetën e vetë, do të thonë detyrimisht, në një kuzhinë detyrimisht ai ka marrë të drejtim, një për kuzhinë do të thonë kështu, familjare, të shtëpisë, do të thonë detyrimisht i vendores. Edhe për kuzhinë për panceri, për disa lloje ëmbëlsire. Dhe për ëmbëlsire. Shumë, domethënë është djalë Floris, si i themin në Korçë. E keni për të gatuar. Në rregull. Sa vite keni ushtruar profesionin si kuzhinjer? Unë kam mbi 15 vjet që e kam ushtruar, do të thonë kanë qenë në turizmi, kam punuar, pastaj në TUS, në ndërmarrje tregtare të ushqimit social, dhe në shumë kuzhina të tjera në kohën e demokracisë, në kuzhina lokale tepër, domethënë të mira të luksit, domethënë, që kam punuar, kam ushtruar. Zoti Agim, përmendet
pjesën e regjizurës, shfaqjet që keni vënë në skenë, në disa prej tyre nga fotot që ne shohim keni marrë pjesë edhe si aktor, sepse thamë ishte ajo dëshira juaj e fshehur për aktor, megjithëse mësuesi nuk ka pasur syrin shumë të stërvitur derisa u ka vënë dirigjent në atë kohë, sepse i morët me radhë të gjitha profesionet e artit më pas. Ka mundësi të ketë pikasur ose të ketë zbuluar diçka tek mua. Si kanë qenë ato vite gjatë kohës kur angazhoheshit me trupat artistike? Që kanë qenë vite për mua të lumtura në një farë mënyrë, sepse ishte ajo satisfaksioni që unë ndjenja në ato aktivitetet artistike, sidomos në skena dhe në shfaqje të ndryshme që ne kemi dhenë. Por njeriu shikon dhe gjatë jetës dhe pasionet të tjera të cilat dalin më pas. Dhe unë krahas këtij pasioni që thash pak më parë, unë kisha dhe muzikën. Dhe këtë e kam nga jeta familjare, nga jeta me miqtë e mi dhe shokët e mi që unë kam bërë gjatë gjithë kohës aktivitete kështu. Pjesëmarrje në për piknike me familjen, me këngë, me vllajin tim, se edhe ju ka qenë një muzikant. Kemi kaluar shumë bukur çaste nga më të lumturat, duke kënduar. Dhe kjo erdhi një moment që në Korçë po zhvilloheshin aktiviteti i serenatave korçare. Aty pash që nga dëshira që kisha, që duhet merr një pjesë. Dhe i them, jalla që Andrea ishte drejtuesi i këtij spektakli. Bëhet fjalë për vitet 99-2000 mos ka boja apo? Po. Dhe e mirëpriti dëshirën tonë. Unë bëra një duet bashkë me vllajin në vitin e parë, ndërsa në vitin e dytë me një vajzë po përsëri një duet. Kaloi bukur, ajo ishte një periudhë që unë ndjeva një satisfaksion shumë të mirë për sa i përket kësaj lloji pjesëmarrje. Dhe unë ndjem mirë. Më pas, si të thuash, në vitet e ardhshme ishin në vitet në cilat unë duhet të përkushtohesha dhe familjes. Për anën financiare kuptoja se kisha 2 fëmijë të cilët duhet të studionin dhe atë dëshirë ka çdo prind për fëmijë, dhe dëshira ime është që unë të studionja jashtë. Me punën time, me biznesin, me të gjitha këto, arrita të krijonja mundësinë e 2 fëmijëve të studionin të 2 në Itali. Djali për mjeksi, ndërsa vajza për pikturë. Më pas e diplomuar pasaj në designer, që bëri masterin. Dhe sot janë secili në punët e tyre. Mbas një periudhe të tillë erdhi si thua momenti që unë duhet të vazhdonja pasionin tim të muzikës. Pasi e vendosët që fëmijët ishin të sistemuar, ishin të gjithë në punën e vetë, detyrën e prindit për t'i studiuar aty ku ju dëshironit, normalisht dhe ata, e realizuat, kështu që agimi ju rikthye pasionit të vjetër të kitarës. Ju riktheva. Një nismë e kësaj natyre ishte edhe pjesëmarrja në Korin Lira. Po. Do të flasim dhe për Korin Lira. Ndërkohë, zoti Leonida, si mund ta përshkruani rrugëtimin e jetës suaj ashtu siç e bëri zoti Agim? Si ka rritur jeta juaj? Jeta ime, thash, karrierën time kam zhvilluar midis muzikës dhe gastronomisë. Thënë për kitarën, më kanë ndihmuar jashtëzakonisht, më kanë ndihmuar një xhaxhai tonë, Gaqo Tërpini, një muzikant tepër i madh, një si tërvegave, do të thonë kordofone, dhe më dha literaturat e para, metodën e kitarës, më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë.
Një pasion, këtë pasion të muzikës e ka trashëguar tash edhe vajza ime. Po. Cila quhet Joana, ka marrë pjesë që në festivalet e fëmijëve e vogël, po nëse ka studiuar 9 vjet për piano në shkolla e muzikës Tefta Shkokoço, pavarësisht se sot ka marrë një drejtim tjetër, domethënë po mbaron fakultetin e drejtësisë, po është tepër apasionuar pas muzikës, pas këngëve, ka vesh absolut dhe më vjen mirë që e trashëgovi domethënë një nga pasionet e mia. Jeni ndar djalit e gastronomia, vajza tek muzika, domethënë nga babai ka marrë të dy, nga babai kanë marrë të dy, njëri një pjesë, tjetri pjesën tjetër. Jo, edhe djali ka tjetër drejtim, është matematikë informatikë, po thatë që ka dëshirën për gastronomi. Jo, ka pasion. Këtë po them pra që një djali ka marrë gastronomin, vajza ka marrë muzikën nga pasionet tuaja. Diçka tjetër që doja të pyesja. Në karrierën tuaj, a ka patur një njeri i cili u ka ndihmuar në një moment të vështirë, ndoshta pas profesioneve tuaja, tek pjesa e muzikës, ose që u ka dhënë, si ta themi, në thonë, u ka dhënë një dorë për karrierën tuaj, për punën tuaj? Po, për profesionin tim, po futem në gastronomia, unë profesionin kam marrë nga babai. Që ma dha profesion të koncentruar. Dërsa për muzikën, thash, në kanë ndihmuar jashtëzakonisht Gaço Tërpini, një suport të madh na ka dhënë dhe dirigjenti i korit të lira sot, Pandi Bella, një muzikolog, domethënë jashtëzakonshëm dhe një vlerë e shtuar e qytetit tonë, të cilin domethënë është i pazvendësueshëm. Zoti Agim, po për ju? Një mik, një shok, një njeri të afërm, i cili u ka ndihmuar? Shiko, përsa i përket pjesës të aktrimit, unë kam kontaktuar me figurat të njohura të Korçës, në atë kohë, një nga këta është edhe Dimitër Orgocka, që sot është ndarë nga jeta, ka qenë një suport. Ai më ka mbështetur në momentet që unë konkuronja për në këtë shkollë dhe bile më mori dhe në një shfaqje teatrale që ishte në atë kohë jepeshe Otelloja. Aty më futi si pjesëtar në një rol senatori, ta themi, episodik rol, që pati goxha sukses ajo shfaqje në atë kohë, në të cilën unë të paktën mora atë, si thua, suport, atë mbështetje që më dha shtys për më tej. Ndërsa për pjesën tjetër të muzikës, miq dhe shok të shumtë që ndoshta kur duke kënduar dhe shfaq atë lloj talenti, të suportojnë dhe të thonë, Agim, ti ke zë të mirë, mund të vazhdosh, të bësh, domethënë, këta janë miq të ndryshëm dhe shok. Gjithashtu edhe pjesëtarë të familjes që më nxitin. Një nga këta ka qenë dhe vajza ime, e cila dhe ajo më ka mbështetur shumë në këtë pjesë. Falë zërit tuaj, sot ju jeni pjesëtar të korit Lira. Zoti Agim, ju jeni tenor në korin Lira, dhe Zoti Leonida, ju jeni barist në korin Lira. Do më ndi që keni jo shumë vite pjesëtar të korit Lira, po si ka qenë hyrja juaj atje dhe si është si eksperiencë të jesh në korin Lira? Si kori Lira ka një histori të jashtëzakonshme muzikore, si për qytetin tonë një vlerë, po dhe më tej, domethënë kombëtare, ka marrë titullin deri i kombit, dhe që të jesh pjesëtar i korit Lira është domethënë vërtet edhe një përgjegjësi, është edhe një satisfaksion për të marrë. Tash ne kemi disa kohë që një 2-3 vit me bashkë me Agimin që jemi pjesëtarë të korit Lira, unë atje për vetën time kam gjetur një familje të dytë me korin Lira dhe pasionin tim për muzikën e ndaj bashkë me artistë të tjerë, shumë të mirë që janë në korin Lira. Ndoshta është vendi eksakt ku duhet të ishe, sepse bëhet fjalë për korin Lira, deri kombit, plot me artistë të kualifikuar, të cilët për vite me radhë i kanë dhënë një emër, jo vetëm Korçës, gjithë Shqipërisë dhe më gjerë. Kjo na ka bërë dhe krenar.
në këtë aspekt. Sepse ju jeni dhe pjesëtar të çmimit deri Covid apo jo? Po, dhe ndihemi shumë të lumtur në këtë pjesë, të jesh pjesëtari i një formacioni që ka marrë një çmim deri Covid, normalisht që ndihesh i lumtur, ndihesh dhe krenar. Është dhe përgjegjësi njëkohësisht, është edhe përgjegjësi, jo vetëm të këndosh, po me anë të këngëve patriotike që do të thënë për cilë Kori Lira, ke do të thënë ke shpreh ndjenjat, krenarinë edhe traditën do të thënë korçare të. Pak kohë më përpara Kori Lira bëri një shfaqje shumë të madhe e cila u mirëprit nga të gjithë bashkëdhetarët tanë në Selanik. Si ishte si eksperiencë për ju? Eksperiencë e jashtëzakonshme, do të thënë Shumë e bukur. Ishte një audiencë e shkëlqyer, do të thënë salla mbush plot, kishte edhe njerëz jashtë, do të thënë të prisin, për të dëgjuar do të thënë malli ajo për atë dheun, për këngët patriotike që janë do të pazëndshme. Ishte një emocion i jashtëzakonshëm në atë pjesëmarrje dhe në atë ovacione që u krijuan në sallë, ne ndihem veten shumë të lumtur, sepse pam vlerat e vërteta të këtij formacioni Korit Lira, që transmetohen tek spektatorët, që gjatë gjithë kohës të shfaqjes, ata nga kanë duar trokitur, nga kanë mbështetur shumë. Shikom edhe lot, më fal, edhe lot shikom në sytë e tyre për mallin e për atë nostalgjinë që kishin. Ishte një shfaqje shumë fantastike e bukur. Shpresojmë të kemi. Po, atë do thoya, shpresojmë që Kori Lira të shkojë kudo ku ka shqiptarë në të gjithë diasporën. Po. Diçka tjetër. Në kodrat e qytetit të Korçës, tek pjesa e Moravës, në fshatra turistik, Vithkuq, Dardë, Voskopoj, sheh gjithmonë grupe dhe në asnjë grup nuk mungon një kitar. Jeni ju pjesë e këtyre grupeve me shoqëri që të dilni në ditët e tuaja pushim për të kënduar, qoftë me familjen, qoftë me një rreth ngushtë miq? As diskutohet, po këtu ka qenë një traditë më përpara, po sidomos para demokracisë, që djemolia korçare dilin me kitara dhe mandolina, serenadave dilin rrugicave. Tani kjo traditë ka humbur pak a shumë. Në dritaren e një vajze, në balkonin e një vajze dhe bëni ajo është serenade vërtet. Kitarë dhe mandolinë, asnjë lloj instrumenti tjetër. Tashi po, që do të thonë në grupe shoqërore, në tavolina familjare, në natyrë, është do të thonë vazhdon kjo traditë, po ajo tradita e rrugicave ka humbur. Patjetër që jemi do të thonë pjesë. Dhe ne me Nardin kemi ndërmarrë disa lëvizje edhe në Moravë dhe në pjesë të tjera turistike, në Dardë apo Voskopoj, dhe kemi dhe fotot, bile që kemi dhe kënduar në këto. Jemi munduar të rikthejmë atë lloj tradite që ndoshta dhe Nardi pak më parë tha që ka humbur, por ndoshta le të jemi shembull për të gjithë që ta rikthejmë atë bukuri të serenadave korçare. Këto shembuj që ju përmendat ne do t'i ndjekim në këto momente. E shohim.
ti dua, ti dua, ti dua, ato dy sysh ka ti vash falmi mua, se do ti dua, ti dua, ti dua, për gjithmonë. Jemi rikthyer përsëri pas tingujve të mrekullueshëm dhe zërit të papërsëritshëm, doja të them, keni impresionuar, është vërtet shumë e bukur t'ju dëgjosh dhe aq më tepër në rrugica dhe me kitarë. Diçka tjetër që doja të më tregonit, sepse ju thash, u ka marrë të dyve tani po pyes. Si ajo mësuesja një herë pyet një nxënës, si pyet nxënësin tjetër. Patjetër, me kënaqësi do përgjigjem. Profesioni apo pasioni dominon në shpirtin e një njeriu? Unë mendoj pasioni. Ky është gjykimi im personal. Po mos fate pasioni, se po mos fate pasion s'ke të mësosh edhe një profesion, do të muzikë dhe profesion tjetër, të një pasioni gjë e madhe. Jo, sepse ka pasur për shembull dhe njerëz të cilët merren me biznes, të cilët kanë një pasion tjetër dhe kanë të fshehur dhe thonë, shiko se e bëj edhe këtë gjë, unë di ta bëj. Ose si puna juaj për shembull, nga kuzhina kalojmë tek kitara, nga regjizura kalojmë tek muzika, domethënë sado vite të kenë kaluar përsëri ai shpirti artistik shpërthen në një moment dhe del pasioni mbi profesioni. Po patjetër, mund të themi diçka Po, sigurisht, është koha juaj. Do të thënë me gastronominë dhe me muzikën, në një kuzhinë, kur punonja, do të thënë para shumë vitesh, duke gatuar dhe këndoja njëkohësisht. Vjen një turist italian, nuk kujtohet se vjen një turist italian dhe pyet atë, dhe dëgjosh edhe lart, pyet kamarierin. Po kamarieri ditë gjuhë tuaj, thotë, kush këndon kështu thotë? Po shefi tani kuzhinës po këndon thotë. Po jo vetëm këndon, po luan edhe në kitarë. Mbajnë mirë dhe se këta njerëz janë të rrallë në botë. Ndoshta edhe tek pjesa e italianëve, të cilët duke gatuar edhe këndojnë, ndoshta i ka bërë përshtypje mos ishte ju italian. Edhe të lozin në kitarë, edhe të këndojnë dhe të gatojnë. Është vërtet e bukur. Zoti Agim, një episod nga jeta juaj, qoftë tek pjesa e regjizurës, tek angazhimet tuaja në Maliq apo në Korçë, në pjesë të tjera të zonave përreth ku ju keni punuar, çfarë u ka ngelur në mendje diçka që doni ta ndani me të gjithë publikun? Shiko, përveç faktit që ne bëjmë disa aktivitete artistike të asaj periudhe, thash në bashkëpunim edhe me Korçën, qendrën, gjëja më e bukur është që ne kur çfaqnim përpara publikut këtë lloj në materialesh, të cilat ndjenim dhe atë satisfaksionin, po shikonim edhe tek publiku një admirim ose një mbështetje. Që kjo ishte sukses për neve. Atë çka mendoj që më ka ngelur në kujtimet e mia të asaj periudhe është që ne bënim një aktivitet e quajtur brigata kulturore. Dhe këtë e ushtronim në Devoll. Devolli është një zonë, mund ta quajmë është djepi i kulturës. Djepi i kulturës. Nuk kishte gjë më të bukur. Ne ishim 2 javë në të gjithë fshatrat e Devollit që vinim dhe jepnim shfaqje, ishte një kënaqësi e paparë nga mikpritja e atyre njerëzve të asaj zone, ku na strehonin në shtëpitë e tyre, se ne nuk lëviznim 2 javë, flinim atje, bënim të nesme shfaqje, shkonim nga një fshat në një tjetër. Ishte një eksperiencë e bukur, se vërtet një eksperiencë e bukur. Korça prej shumë vitesh ka marrë stafetën e kryeqytetit të festave. Korça është e gjitha plot turist në 12 muaj të vitit, nuk mundet të ndash vjesht të ndimrin. Ju këndoni në një nga vilat e qytetit të Korçës, serenat të mirëfillt korçare. Në grupet artistike të qytetit të Korçës ka plot fëmijë,
në qendra kulturore Mjal Grameno, në kurse private që fëmijët shkojnë. Qytetëza e fëmijëve ka një numër shumë të madh fëmijësh të cilët po i përkushtojnë veglave të ndryshme muzikore, ku mes tyre është dhe kitara. Nga gjithë jeta artistike e qytetit të Korçës, që duhet thënë është vërtet e pasur, jo vetëm me muzikë në të gjitha lokalet, restorantet e qytetit, por dhe me shfaqjet teatrale, jo vetëm teatro, por dhe me musical të ndryshme që bëhen, mendoni se i mungon pak jetë serenate në për rrugica, ato që thatë në fillim, çfarë do të kërkonit ndoshta me zë të lartë, ta dëgjojnë të gjithë ata që po na shohin në këto momente, një grup artistik mes brezit të vjetër, brezit të ri, të fëmijëve për të ngjallur përsëri atë muzikë serenate në për rrugicat e qytetit? Shiko, A është e mundur kjo deri diku? Po, është e vërtet, edhe si pyetje. Ne me Nardin në për lokale që ne këndojmë dhe kemi kënduar, dhe po këndojmë aktualisht, jemi munduar të shfaqim vetëm muzikë serenate. Atë çka Korçës i takon. Kemi asur në disa lokale dhe nga vetë pjesëtarët ose klientët e lokalit që vinë dhe kërkojnë me të vërtet, ne vim këtu thot për të dëgjuar muzikë serenate. Nuk duan muzika të tjera. Dhe ne këtë jemi munduar gjithmonë me Nardin të shpalosim ose të shfaqim përpara klientëve. Traditën e qytetit. Dhe mendoj që kjo duhet të shërbejë ndoshta edhe për brezin që vjen. Do ishte një, si thua, kënaqësi e madhe që ky brez të mbështesë dhe të zhvillojë akoma më tej këtë muzikë të bukur të serenatës korçare. Ndoshta një mesazh mund ta quaj për të gjithë moshat e relativisht tonat dhe gjithë që këndojnë këtë lloj muzike serenate, ta mbajnë dhe, si të thuash, ta transmetojnë edhe brezit të ri, me qëllim që Korçës të mos i mungoj asnjëherë kjo lloj muzike. Një shfaqje thjesht serenat në teatrin Andon Zakoçajupi ndoshta? Thjesht serenat? Do ishte gjë e bukur. Unë do isha dakord që dhe ato festivale që përmendëm pak më parë, që u zhvilluan rreth viteve 2000, në thënën 2000, të vazhdoheshin gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë viteve, dhe të ishte një promovim i muzikës serenate në të gjithë drejtimet. Nuk e di, ndoshta kjo bisedë mund të risjell ose mund të ringjallë. Mund të jetë një shtys, prandaj ta themi me zë të lartë, jetë një shtys. Që të rikthehet edhe një herë, do ishte shumë e bukur një festival i serenatës që të vazhdonte. Zotë Leonida, ju pak më herët gjatë bisedës përmendet që serenata dikur bëhe me kitarë dhe mandolin rrugicave. Ndoshta për ata që na dëgjojnë, është pak e çuditshme që si mundet të jetë kënduar në për rrugicat e Korçës. Çfarë mundet të kujtoni nga ato vite ju? Janë në vitet më të bukura, domethënë për rinin tonë. Ne kemi qenë me shoqërinë e bombonerisë dhe dilni vazhdimisht në për rrugica me këngë të ndryshme dashurie, të reja dhe të vjetra, domethënë kishte djem talentuar që provonin dhe bënin këngë domethënë të ndryshme. Dilni vazhdimisht. Ndonjëherë mund të kemi ngrënë një kohë me ujë, po që zakonisht kështu ka qenë. Dhe në zakurvimin edhe këtë në traditën e vazhdojmë edhe për plazhet, në mërën për plazhet. Atëherë ishim 8 djemë të bombonerisë me atë shoqëri, domethënë ishim 2 kitara dhe një mandolinë. Dhe të natën do të fillonim. Ai sa lejosh atëherë, po gjeni domethënë neve edhe e çamin dhe atë. Edhe domethënë para këngës edhe domethënë çdo sistem që të ishte domethënë mbetet që kështu nuk u reagoni pozitivisht. Është fuqia e muzikës. Është fuqia e muzikës. Po fuqia e muzikës dhe gastronomia. Nuk e ndani. Jo, janë të dy arte. Janë të dy arte, po i pari është gastronomia. Dhe dashuria vjen nga stomau dhe fruti pas buke është muzika. Kështu ka vetë frut pas buke. Frut pas buke është muzika. Në rregull. Pas kësaj bisede
ne do të dëgjojmë ose do të shijojmë frutin pas bukës ose frutin pas bisedës. Dua të më luani për të gjithë shikuesit që po na ndjekin në këto momente përmes televizionit publik shqiptar, një nga këngët më të preferuara të turistëve, jo të korçarëve, po të turistëve, të cilët vinë në Korçë dhe thonë, shiko, luajeni këtë këngë sepse është këngë puro korçare. Ose dedikuar komplet Korçës. Po është një këngë, do të thënë që do të thënë brenda fabulës ka tërë ato përmend Korçën, në traditat. Karakteristikat e Korçës. Karakteristikat, kërnackat, cironkat, pandën, karnavalet, njëkohësisht do të thënë edhe pijen e ka brenda. Specialiteti Korçës i ka qenë atë kërnackat. Kërnackat, domethënë ta dëgjojnë të gjithë ata që shikojnë, nuk i thon as kurnac, sepse nuk jeni kurnac, thuajnë kërnacka. Jo, kërnacka. Ndjekim këngën. Korçën dua ta kuloj dhe me zërin e bilbili, Korçës dua ti këndoj, Korça nuse, Korça pra, veç ringi do ket për ty, kënga ime serena, malli ime lot në sy. Një mandolinë, unë në mur kam një gitar, kur s'këndon për dashurinë, mos i thot me tes korçar. I shko me një mandolinë, unë në mur kam një gitar, kur s'këndon për dashurinë, mos i thot me tes korçar. Do therasim miq të vjetër, do therasim vetëri, edhe kush të doje vjetë, e gjithë bota le të vi. Do therasim miq të vjetër, do therasim vetëri, edhe kush të doje vjetë, kush nuk pi më mirë mos vi. Hajtë dhe mande nga panda, dhe të pil një kup me bir, dy ciron ka tre kërnacka, ta bën qefi sa më mirë. Hajtë dhe mande nga panda, dhe të pil një kup me bir, dy ciron ka tre kërnacka, ta bën qefi sa më mirë. Karnavale, në mesesi do kërcej, do shkoj në dyqan e tasi, gjukën time do t'a gjej. Do të vishen karnavale, në mesesi do kërcej, do shkoj në dyqan e tasi, gjukën time do t'a gjej. Me një mandolinë, unë në mur kam një gitar, kur s'këndon për dashurinë, mos i thot vetes korçar. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
mrekullueshëm. E sigur që edhe ata që po dëgjojnë në këto momente përmes televizionit publik shqiptar, ju kanë duar trokitur dhe të gjithë thonë që kjo është një nga këngët më të bukura që ne vim shpesh dhe dëgjojmë në Korçë. Sepse ishin përmbledhur të gjitha, karnavalet, bulevardi, dyqani Tasi, mandolina, kitara, ushqimet tradicionale të qytetit të Korçës. Unë isha e vetme edhe duar trokita, por si ndjeni kur merrni duar trokitje dhe lavdërime? Ju ndoshta zoti Agi me keni ndjerë dhe në festival, por dhe në ambientet ku ju këndoni. Si është ajo duar trokitja? Çfarë emocionesh ju jep? Tash të marrësh duar trokitje, domethënë nga publiku, detyrimisht është një vlerë e shtuar dhe satisfaksion, po, dhe për një gjë shpirtërore për çdo artist. Kjo tregon që me këngën tënde ose veprën që ke bërë, e ke përcjell në publiku, ata e kanë pëlqyer, e kanë pranuar dhe detyrimisht do të vërtetësin të bëhesh të gjithë shumë. Ndihesh i emocionuar normalisht kur publiku të mbështet dhe kur duar troket padyshim që diçka ka pëlqyer nga performanca ton, dhe kjo është të ndihesh i lumtur për atë çka bën. Është një suport të vërtetë. Ndoshta është edhe një mbështetje. Ka patur raste gjatë kohës që ju po këndoni dhe unë po këndoja në nënheshtje, sepse mund të krahasoj me zërin tuaj. Ka patur nga ata për shembull që janë ngritur nga tavolina dhe kanë ardhur, kanë marrë mikrofonin, kanë kënduar bashkë me ju, edhe pse nuk mund të jenë korçar. Shumë. Po. Kemi patur raste dhe të huaj, dhe kjo është më e bukur. Na ka mbështetur një Kilian, jo. Ishte një nga Amerika Latine. Nga Paraguay, mos ishte? Pa ndrej nga jo. Një nga Amerika Latine, s'po e kujtoj. Ajo domethënë ishte bashkë me familjen, tha, edhe me përkthim në anglisht, tha, domethënë nuk kam parë gjë kaq të bukur dhe një traditë të tillë. Dhe tha, mbet domethënë u magnit. I këndova me sa këngë, domethënë në gjuhën e tyre. Dhe na shoqërovi dhe ai me mikrofon që ne kënduam së bashku të tre. Kjo ishte një gjë e bukur, normalisht, sepse kur dikush të vjen dhe të merr pjesë në atë performancën tënde. Bëhet pjesë e këngës, pjesë e këngës, është kënaqësi. Është kënaqësi. Po, diçka tjetër që doja të më tregonit. Si është një ditë rutinë e juaja? Një ditë zgjoheni në mëngjes. Po, një ditë zgjohemi, unë ndaj ditën domethënë me familjen, me gastronomin, nga do një gjë të veçantë në shtëpi, dhe detyrimisht në muzika. Dëgjoj këngë, luaj në kitarë, po një orë gjysmë po që studioj dhe dëgjoj një këngë të re, dhe i kushtoj më tepër edhe muzikës, edhe familjet e tyre. Zoti Leonida, ju gatuani në shtëpi? Po. Po, më tepër edhe gruaja gatuan, po më tepër bëj një gjë speciale. Në një gjë speciale. Po për ato festat që ka qyteti jon, ose për emra të ndryshëm, për ditëlindje, për gjëra, e vini ju atë në sallën apo? Unë kam një traditë nga babaj dhe nga familja që për vit të ri bëj pjatanca me sallat ruse me majonezë, do të komplet vetë, edhe kremit apo vetë, dhe këto i bëj dhoro. E kam domosdoshmë si për mirë. Pa e bëj dhora për shumë miq dhe shok. Domethënë pa asnjë lloj shpërblimi. Viti i ri vjen shpejt, zoti Leonida. Viti i ri vjen shpejt. Kështu që na përgatit kur të na vi përsëri. E kam traditë do të kështu po. Prandaj tash mbajini mend sepse jemi të tre këtu. Një veprim të tillë kam edhe unë që ma ka bërë Nardi, kështu që është e vërtet kjo që thotë ky. Është e vërtet. Po patjetër. Po një ditë rutinë juaj zoti Agim si është? Unë kam pak ndryshe nga ç'tha Nardi. Rutina ime është unë ngrihem në mëngjes, mbasi kemi ngrënë mëngjes patjetër, dalim takime me shokë të ndryshëm, artist, normalisht, me këta këmbejmë biseda ndryshme, pim një kafe. Pastaj kthehemi në shtëpi dhe unë atje merrem me këto, nga do pak dhe me kitarë merrem. Pastaj dhe këto pjesët e tjera që nëpër, si thua, kalojmë kohë dhe me televizionin, duke parë pjesë të ndryshme, informacionet e ditës, koncerte apo dhe shfaqje artistike të dhëna nga televizionet. Kjo është pak a shumë rutina sot e
e imja, sepse normalisht tani jemi kthyer në një moshë që i kemi prerë aktivitetet, si tu ashtu biznese, tash dhe merremi kryesisht i dhem pas aktiviteteve artistike. Ju keni familjar, miq, shok, të cilët kanë dashur të thonë diçka për ju. Ky format, përveç fotove të cilat ju kthejnë pas në kohë dhe ju komentua dhe folët për jetën e tyre duke parë dhe shikuesit fotot, ka në brëndësi të tyre dhe videomesazhe. Ne do të shohim videomesazhet në këto qaste për zotin Leonida dhe për zotin Akim. I ndjekim dhe rikthehemi përsëri. Përshëndetje nga unë Joana. Këtë videomesazh dua t'ja dedikoj babit tim, një njeri i cili më ka frymëzuar jo vetëm me dashurinë e tij, por edhe me pasionin për muzikën dhe artin. Muzika ka qenë gjithmonë kryefjala e çdo momenti në familjen tonë. Por kjo nuk është e gjitha. Babi krahas muzikës është dhe një mjeshtër i vërtet në fushën e gastronomisë. Dhe ku ka më bukur kur ndërthuren dy arte së bashku. Thonë se gatimi është ushqimi i trupit, ndërsa muzika ushqimi i shpirtit. Kam patur dhe kam fatin e madh të shijoj gatimet e mrekullueshme dhe të kënaqem me zërin e tij kur këndon serenata dhe luan ëmbël në kitar. Ai është një artist i vërtet, me kitarën gjithmonë pranë si një pjesë e pandashme e tij. Timujt e kitarës na kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës në çdo gëzim familjar apo festa me miqtë e zemrës. Një gjë e cila më bën pafund krenare dhe më duhet ta përmend patjetër është pjesëmarrja e tij në korin lira. Kjo dëshmon për kushtimin e tij ndaj traditës së bukur korçare dhe serenatave të cilat janë trashëguar dhe kanë rritur breza të tërë. Faleminderit nga zemra babi për të gjithë kontributin artistik, kulturor dhe shpirtëror që na dhuron. Të dua shumë dhe ju përshëndes të gjithëve. Përshëndetje nga Amsterdami, jam Mikel Bica, një këngëtar nga qyteti Korçës. Kam patur fatin të njoh Leonidën në një nga ato lokale tradicionale në qytetin tim, ku na ka bashkuar dashuria për muzikën dhe sigurisht kitarën. Kemi kaluar shumë vremje të parushme në shoqërinë e tij. Nardi, siç e quajmë ne, është një njerëz që lidhet me muzikën i ka qenë në vitet më të famshme të dinjve të bombonerisë. Është një guzhinjer i shkëlqyer me një histori të pasur familjare korçare. Dhe sot ndjehemi nderuar dhe shumë i lumtur që kam mundësinë të ndaj këto fjalë për njëri me vlera të jashtëzakonshme dhe një zotëri të vërtet të qytetit të Korçës. Sukses e miku im. Përshëndetje, unë jam Angela dhe ju falenderoj shumë që më dhatë mundësinë të përcjell një mesazh për babin tim. Dua ta nis me dy fjalë të shkurtra. Babi, je frymëzimi im i madh dhe do vazhdosh të jesh gjithë jetën time. Së dyti, dua të cek pak historinë e babit, të gjithë sakrificat që ai ka për të qenë sot, këtu ku jemi ne, si familje. Pavarësisht distancës dhe largësisë që kemi sot, prezenca jote në jetën time ka qenë gjëja më e rëndësishme. Që në vogëli risjell momentet më të bukura që kemi kaluar dhe ato qaste kur kitara dhe tingujt muzikor nuk na kanë munguar asnjëherë, kanë qenë prezent në çdo tavolinë, në çdo moment që ne kemi dalë jashtë, kemi pasur pushime në plazh apo një piknik në mal, kudo që shkonim. Më ke bërë të kuptoj që arti është gjua universale. Historia jote e artit ka filluar edhe me artin pomor, pavarësisht se ti nuk para e shfaq shumë atë gjë sot, po unë e di shumë mirë sepse i ke treguar këtë histori me mua. Dhe është një element artistik që deri diku e ke trashëguar dhe tek unë, pavarësisht se unë kam dashur akoma më shumë se aq, por ajo ka qenë pjesë për mua. Pasioni yt më i madh ka qenë aktrimi, të cilën ti patë mundësi ta ndiqje në Tiranë, duke bërë shkollën e regjizurës, por fatkeqësisht fal sistemit të vështirë të asaj kohe, u përballe me një zgjedhje shumë të vështirë midis profesionit dhe familjes, dhe normalisht i zgjodhe familjen, si një babaj dedikuar që jem. Kjo është një nga sakrificat më të mëdha që ti ke bërë, dhe ne të jemi mirënjohës gjithë jetës. Por dua ta dish që dhe ti di shumë mirë që nuk është asnjëherë vonë dhe e ke treguar këtë me karakterin tënd, duke rindjekur përsëri pasionet e tua, edhe sot e kësaj dite. Babi, dua të falenderoj për gjithçka. Ti jam mirënjohëse gjithë jetës dhe dua të dish që
pa këshillat e tua, pa eksperiencën tënde jetësore, unë nuk do të isha këtu ku jam sot. Faleminderit shumë, të dua. E kam njohur shumë vite përpara kur të dy konkuronim për artin dramatik dhe me vonë kemi marrë pjesë edhe në teatrin profesionist të Korçës. Agimi ka qenë shumë i talentuar dhe është i talentuar. Në pjesën e dytë Kimin e kam njohur të gjatë në dëgjimit të serenatave, i cili këndon kaq bukur me shokun e tij, me partnerin e tij, me Nardin Tërpinin, që për mua janë goxha interpretime të veçanta, të thjeshta, shumë të embla, shumë origjinale. Po thuaj se e kam dëgjuar çdo këngë. Unë edhe shoqëria tonë. Vërtet ja vlen që t'i them një bravo të madhe dhe në këtë pikë. Pjesa e tretë është takimi tonë në Korin Lira, në grupin e tenorëve bashkë me Agimin. Ne të dy japim atë kontributin tonë në këtë grup, i cili do thosh është vlerë e Korçës, është pasuri e Korçës. Gjithashtu do të flasë për karakterin e Agimit. Për mua, mbetet një nga shokët më të mirë, më të karaktershëm, tek i cili t'gjej një ngrohtësi, sa ai ka nevojë, edhe unë kam nevojat e mia, gjithmonë shoqërore. Gimi të përshëndes, t'i them të fjalë me gjithë zemër, sepse janë shumë reale dhe shumë të vërteta. Sa kohë ju merr Kori Lira? Sepse ju jeni pjesë e saj tashmë dhe sa angazhim duhet për të qenë pjesëtar të Korit Lira? Shiko, Kori Lira ka një program të cilën në ndërtuesin e Zoti Pandi Bello. Neve i nënshtrohemi 2 herë në javë provave që bëjmë në Korin në bazë të programit që caktohet dhe këngët. Më falë, zakonisht një orë e gjysmë varet sa këngë janë edhe... Po, provat janë relativisht një orë e gjysmë. Gjatë gjithë saj periude që ne përgatitëm, me saj vinë momentet e çfaqjes të programuara si të konceptet të ndryshme që ka Kori. Përveç këtyre mund të ketë dhe ekstra koncertet, cilat neve i kemi bërë dhe do vazhdojnë të bëjmë. Ky është pak a shumë programi i Korit Lira. Përveç aktiviteteve të ndryshme, Kori Lira ka kartolin urimi për fund vit nga Kori Lira. Sa përgatitje duhet për të dhënë atë shfaqje mbreslënse, duhet thënë, një natë përpara ndrimit të viteve. Çdo datë 30 dhjetor, Kori Lira, kartolina e Korit Lira. Është ajo që përmbyll gjithë aktivitetin kulturor të teatrit Andon Zakozojupi dhe të gjithë qytetit të Korçës. Dhe të gjithë e presin me emocion, sepse Kori Lira do të performoj. Sa kohë duhet, sa përgatitje duhet? Relativisht duhet të them 2-3 muaj para. 2-3 muaj para. Ne përgatitemi për atë lloj shfaqje të fund vitit. Ka reptësi, ka rregull, ka... Patjetër. Të gjitha. Do dëgjosh dirigjentin edhe kombinimet të tërës. Duhet një disiplinë artistike, kuptohet me këto lloj. Te Kori është një ansambël, nuk je tek. Edhe do të thotë je i detyruar të këndosh në një format të caktuar. Do të thotë sipas zerave, sipas ka soprano, ka tenor, ka bas, ka bariton. Detyrimisht është ansambël, është një. Do, patjetër, por profesor Pandi është i përgatitur në këtë drejtim dhe ja pasionua një kohë. Është merita e tij, patjetër që kemi në këtë qeshtë në këtë nivel artistik. Kori Lira, po. Derisa ka marrë dhe çmimin më të madh që mundet të jepet, është nderi kombit. Një pyetje të fundit përpara se ta mbyllim. Çfarë mesazhi do t'i jepnit brezit të ri? Atyre të vegjëlve që i sheh në kurse me vrap, qoftë në shkollat e ftatashko Koço, qoftë në qytetet e fëmijëve, apo në kurse private me fëmijë që shkojnë për të mësuar kitarë dhe mandolinë. Një mesazh ka për ta? Të flasum, më fal,
Erdi, që do t'ju thosha brezit që vjen, të largohen sa më shumë nga celularët dhe t'i përkushtohen aktiviteteve, qoftë fizike, qoftë artistike, kush ka talent e të gjitha këto. Është gjëja më e bukur, sepse ky brez që po shohim më duket sikur po tjetërsohet nga realiteti. Do shta ky është një mesazh që unë dua t'ju jap këtij brezi. Për brezin e ri, këta që kanë vesh muzikët e vesh si lindur, nuk mundet ta kultivosh. Dhe që kanë zë, është gjëna, do të thënë që mos ju shtrohen në një instrument, për këto kordofonit, kitarë, mandolinë, do të thënë violin, po kitara, mandolina që janë të serenatës, që të vazhdojë tradita, do të thënë, e Korçës. Po për theksoj, ata që kanë vesh muzike, do të thënë gjëna që mos prindit dhe këtyre tjerë, ata që kanë pasion pasaj e gjenë vetë, e ishtin prindit thonë, do të thënë. Ose, ndoshta nuk mundet jenë edhe të yshtur nga prindrit, po në një ambient ku ata janë, në ambient ku ata janë do ta gjejnë veten, secili do të shkojë tek grupi vet, tek shoqëria e vet. Kështu që ku më bukur se sa përmes muzikës, të gjejnë rrugën e tyre drejt artit dhe drejt traditës korçare. Është në fund universale. Në fundit një komp, një shtet, një qytet, domethënë identifikohet nga traditat e tjera, dhe kjo është gjëna që të humbi një traditë. Dhe Korça ka traditë shumë vjeçare. Të jashtëzakonshme. Dhe shpresoj se do ta mbajë serenatave dhe Parisi Vogël. I kemi të dyja. Të fundit fare që do të kërkoja, jo vetëm për vete, sepse kam kënaqësinë të dëgjoj të dyve, dua të përshëndetur të gjithë publikun në këtë mbyllje të bisedës son, këngën tuaj të preferuar. Shumë këngë, apo ja të do këndojmë një këngë të Gaço Tërpinit, të Xhaxhaj tonë që ka kompozuar vetë, të themi e lule. Të themi e lule, të gjithë e të. Këngë e preferuar.
kënaqësi tu kisha në këtë bisedë në miq në RTS Korça për të gjithë shikuesit të televizionit Korça, por edhe të televizionit publik shqiptar. Shikuesit të televizionit publik shqiptar, ju falenderoj që keni qëndruar në këtë bisedë me zotin Leonida Tërpini dhe Agim Oxhalli. Ishte kënaqësi me dy serenatistët e qytetit të Korçës, dy pjesëtarë të korit lira dhe miru takofshim në bisedën e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi bukur.